Gjykata e posaçme shqyrtoi këtë të shtunë masat e sigurisë për Kristo Qiricin, Alex Pepën, Ilir Lazarin dhe Shkëlzen Krajën vetëm pak orë pasi ato u ekstraduan nga Dubai. Tokat e zeza vendosin lënje fuqi të kërkesës së SPAK për masë sigurisë arrest në burg ndaj tyre pasi dyshonësit e përfshirë në grupe kriminale të trafikut të drogës. Kristo Qirici dhe Shkëlzen Kraja dyshohet si pjesë një grupi kriminal që kultivonte kanabis në Sarandë dhe në zonat përreth gjatë viteve 2019-2021, ndërsa lënda narkotike trafikoi më pas drejt shtetit grek. Qirici është gjithashtu vëllai i Edmond Papës, biznesmenit të ekzekutuar në dhjetor të vitit 2022. SPAK në mars të vitit të kaluar identifikoi dhe sekuestroi 90 pasuri të këtij grupi, të cilat dyshohen se rrjedhin nga aktiviteti kriminal i trafikut të drogës, ndërsa Alex Pepa dhe Ilir Lazari dyshohen si pjesë e grupit kriminal të Jetmir Pepës, i akuzuar për trafik droge nga Amerika Latine drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ky grup u godit në prill të këtij viti, kur SPAK lëshoi 11 masa sigurie. Hetimet janë zhvilluar në bashkëpunim me Eurojust, Europol dhe agjencitë ligjzbatuese të Francës, Hollandës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Sipas SPAK janë dokumentuar 8 episode të trafikut të sasive të mëdha të kokainës nga Amerika Latine drejt vendet të Bashkimit Evropian, kryesisht Hollandës, që prej nisjes së bashkëpunimit për ekstradimet me Dubai, burime por News bën me dije se 23 persona të kërkuar nga drejtësia shqiptare janë ekstraduar në vend. Mësohet gjithashtu se janë identifikuar dhe 12 persona të tjerë, për të cilën po punohet me autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe me qëllim ekstradimin dhe përballjen e tyre me drejtsinë shqiptare.